Studenti Mahmud Khalil është një nga figurat kryesore të protestave studentore pro-palestineze që shpërthyen në Universitetin Columbia në New York dhe disa kampuse të kolegjeve të tjera në mbar vendin vitin e kaluar, për të kundërshtuar luftën e Izraelit në Gazë kundër grupit të Hamasit, i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti Donald Trump është zotuar t'i godas këto protesta, duke thënë se ndalimi i Mahmud Khalilit është arrestimi i parë dhe se shumë të tjera do të vinë. Ne e dim se ka më shumë student në Universitetin Columbia dhe universitete të tjera në të gjithë vendin, që janë përfshirë në aktivitete pro-terrorizmit, antisemitike, anti-amerikane dhe administrata Trump nuk do të toleroj këtë, tha presidenti Trump në platformën e tij Truth Social. Studenti Khalil u arrestua nga zyrtarët e emigracionit amerikan gjatë fundjavës. Departamenti i Sigurisë Kombëtare tha se arrestimi i tij u bë në mbështetje të urdhrave ekzekutiv të presidentit Trump që ndalojnë antisemitizmin dhe në koordinim me Departamentin e Shtetit. Një ditë më parë, gjykatësi Jess Furman urdhroi që Khalili të mos dëbohet tani për tani dhe caktoi për të mërkurë një seancë dëgjimore mbi këtë çështje. Khalili, i identifikuar si sirian në dokumentet e tij të paraburgimit, ka mbaruar studimet master për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin Columbia semestrin e kaluar. Ai kishte leje të përhershme qëndrimi në Shtetet e Bashkuara në momentin e arrestimit, sipas një sindikate studentore, dhe është i martuar me një shtetase amerikane që është shtatzën në muajin e 8. Jemi këtu sepse një banor me leje të përhershme qëndrimi që jeton në qytetin ton u rrëmbye nga Agjencia për zbatimin e ligjeve të emigracionit, dhe ata po përpiqen ta dëbojnë sepse ai po ushtron të drejtën e tij për liri të fjalës, e cila është e mbrojtur për të gjithë këtu, qofshin shtetas apo jo, thot Ellen Jaspa në një protestë në New York. Khalili nuk është akuzuar për asnjë vepër penale. Green card holders have rights. Ata me kartë jeshile kanë të drejta. Ata nuk mund të kapen në këtë mënyrë të fshehtë. Personi duhet të ishte dënuar për një krim që të dëbohet. Nuk besoj se zoti Khalil është dënuar për një vepër të tillë. Ju gjithashtu mund të nisni procedurat e dëbimit nëse një banor me leje të përhershme qëndrimi ofron mbështetje materiale për një organizatë terroriste, gjë që është pretenduar nga administrata Trump, thot avokati Cyrus Mehta. Presidenti Trump ka shkruar në rrjetet sociale se nëse mbështesni terrorizmin duke përfshirë masakrën e burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm, prania juaj është në kundërshtim me interesat tona kombëtare dhe të politikës së jashtme, dhe nuk jeni të mirëseardhur këtu. Ne presim që secili prej kolegjeve dhe universiteteve amerikane të pajtohet. Lufta në Gazë nisi pas sulmit terrorist të Hamasit më 7 tetor 2023 në Izraelin jugor, duke vrarë 1200 njerëz dhe duke kapur rreth 250 pengje, 22 prej të cilëve vazhdojnë të mbahen në Gazë nga grupit terrorist ose aleatët e tij. Kundër ofensiva e Izraelit në Gazë ka vrarë më shumë se 48.000 palestinez, shumica prej të cilëve gra dhe fëmijë, sipas zyrtarëve shëndetësor të Gazës. Ushtria izraelite thotë se numri i të vdekurve përfshin 17.000 terroristë të Hamasit.